Thuhet se Kindiut, një filozof, i cili normalisht Kindiu, një filozof që bota e llogarit filozof musliman, mirë po me qëndrimet e tij ai nuk i është përmbajt fesë islame, dhe sipas principeve të fesë islame ai nuk mund të llogaritet musliman. Tregohet se ai ka qenë njëri filozof i mençur i urtë në atë kohë, i është thënë nga të afërmit e tij, ka thënë, a ka mundësi që ti të na bësh një sure të Kuranit? Se je dietar, je i urtë, je filozof, thot nuk është problem. Edhe vetë ky tregimi pa marrë parasysh, me thënë sa është, më thënë i sakt apo jo, e përmendin dietar gjatë komentimit të këtij ajeti kuranor, se lidhet ka të bëjë me ajetin e parë të surës Maide. Vetë tregimi tregon se ai nuk i është përmbajt fesë islame, për arsye se një musliman nuk mund të pretendojë se mund të bëjë diçka si Kur'ani, nga sa Allahu subhanahu wa taala i ka sfiduar të njerëzimin që të bëjnë një sure si Kur'anin, dhe më thënë sigurisht që ata nuk do të kenë mundësi, sepse këto janë fjalë të gjithfuqishmit Allahut, të përsosurit, të gjithdijshmit, dhe nuk ka mundësi asnjëri të formuloj fjalë sikurse janë fjalët e Kuranit. Sidoqoftë, Kindiu thot nuk është problem, unë mund t'ju bëj diçka si Kurani. Dhe largohet, mbyllet në shtëpinë e tij dhe fillon punës. E hap surën, e hap Kur'anin dhe dëshiron që të bëj diçka sikurse suratul Maide, kaptina Maide. Maide do të thot tryeza, kaptina e tryezës, për arsye se në këtë kaptin përmendet rasti kur shokët e Isait a.s. havarijunët kërkuan nga Isai që Allahu t'ju zbret një tryezë me ushqime nga qielli. Dhe mbas tregimit që përmendet edhe kaptina e ka marrë këtë emër, pra kaptina Maide, kaptina tryeza. E merr Kindiu, domethënë Kur'anin, e hap ke surja Maide dhe dëshiron që të bëj diçka të prafërt, shikoj, domethënë t'ua bëj njerëzve sikur një shkrim që do t'i ngjaj Kur'anit. Mirë po vonohet disa ditë. Nuk paraqitet përpara shokëve të tij, ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, mirë po më kot. Pas disa ditëve del përpara shokëve të tij dhe thot, vallahi nuk kam mundësi që ta bëj një gjë që kërkuat prej meje, të sjelli diçka sikurse Kurani, dhe nuk ma merr mendja, thot, se dikush për njerëzve mund ta bëjë një gjë të tillë. Thot, unë e hapa mushafin dhe e hapa në surën Maide, në kaptinën Tyreza. Dhe pash aty, më thon fjalën e parë, ajetin e parë që e lexova, shikova se Allahu i urdhëron njerëzit që të përmbushin marrëveshjet e tyre. Ndalon që të prishin marrëveshjet faktikisht. Më thënë, pastaj dha u lejoi një lejim të përgjithshëm kafshët e caktuara që hahet mishi i tyre. Pastaj bëri një përjashtim përpos asaj që ju lexohet. Pastaj bëri edhe një përjashtim tjetër që njerëzit duke qenë gjatë ihramit. Pastaj lajmëroi, domethënë për gjykimin dhe vendimet që i merr Allahu subhanahu wa taala, janë ato të cilat dëshiron Allahu subhanahu wa taala. Thot, të gjitha këto në 2 rreshta. Të gjitha këto i bëri në 2 rreshta. Ndërsa nuk ka mundësi që dikush krejt këto tema, më thonë, t'i sqaroj, t'i zbërthej mirë, t'i qartësoj për të gjithë njerëzit, vetëm se në disa vëllime. Duhet me shkruaj disa vëllime për t'i qartësuar të gjitha këto tema. Prandaj, më thonë, kjo ishte konkluza që e tha Kindiu,